Një grup banorësh dhe qytetarë është solidarizuar me grupimin kundër projektit TIT, kanë zhvilluar sot një protest në orët e mëngjesit para bashkisë së qytetit, duke kërkuar ndalimin e shpronësimeve të rreth 74 deri në 100 pronave dhe banesave brenda zonës historike të qytetit. Në protestë u paraqiten fakte dhe dëmet të këtij projekti sipas organizatorëve, si dhe abuzimet që ata pretendojnë se po bëhen, ndërkohë janë mbledhur dhe firma për peticionin kundër shpronësimeve që ata i cilësojnë të padrejta. Tashti sot nuk kemi dalë në protestë sepse shohim që bashkia po vazhdon me procesin e shpronësimeve. I themi bashkisë Durrës, kryetaris së bashkisë dhe të gjithë administratës të ndaloj procedurat e shpronësimit. Kryetare ka blej lokal aty, edhe e ka me emër tjetër kujt. S'kena fryk me folë, unë s'kam fryk asnjë. Le di kush det për jamajtje dhe kjo është e gjitha. Është hajdutlik këtu. Në gjithë si është puna. E i merë të tokën tu 200 metra, për shembull, ose 300 metra. Kur t'ja marrë shtetit, ai e merë falas. Kurse po t'ja marrë pronari që të bëj shtëpi, do i japi 60%, do i japi 40% dhe do i japi, domethënë, do fitoj pronari 1.200.000 dhe ky fiton. Këtu është Ilja komplet. Kemi dalë për t'i kërkuar bashkisë kryetarës që ta ndalojë këtë projekt, flasim, diskutojmë, sepse nuk ka të bëjë me njerëz parasimuar ose njerëz botës tretë. Ta pretendojnë që ne nuk na kanë gjetur për konsultim, e nuk na njohin. Po na njohin shumë mirë na njohin. Jemi sot prapë këtu para bashkisë për t'i thënë stop deri tani. Mos guxo të vazhdosh ma shumë, sepse këta janë njerëz dhe janë njerëz që duan një përgjigje. Kjo protestë vjen pas rreth 6 protestave të mëparshme kundër shpronësimeve në zonën përreth amfiteatrit të Durrësit.